Ilir dhe Malia, një nga emrat absolutisht më të klikuar, një simbol i liris, ke marrë një barë shumë të madhe, në fakt, që e mbartë prej shumë vitesh, nuk duhet të moshën, po kam parasysh diku të 40 vjetë të fundit, pakten, mundohesh me mishe me shpirt të thuash të vërtetën, dhe kjo është arsye që nuk hecëm do të 10 metër të qetë në kafe, sepse të gjithë shikonin. Unë t'i kam ndjekur të gjitha artikulimet, të gjitha shpërthimet, të gjitha bisedat, të gjitha ludimet, të gjitha hijet, sepse të gjithë i kemi, edhe unë nga eksperienca ime personale, e kam pas ëndër të jemi sinqert të të bëj portretin, sepse unë nuk jam gazetar, megjithse e fillova në një moshë shumë të vonë këtë gjën, por jam një piktor i cili mundohet të fusi një zhanër ndryshe të një lloj bashkëbisedimi. Dhe është e tepër të prezantoj publikun se të njeh shumë mirë, por duke par veten shpesh në rrëfimet e tua dhe duke pas parasysh që i mati ka kaluar këto kalvare të dosjes, e ka parë dhe ishte një dosje të mërshme dhe nuk ma ka lënë hipotek me kuptimin që shife më birë se kush na ka markuar, ka bërë paqe me veten, kam përshtypjen që mund të jem në pozitën të bëj një propozim shumë interesant, i cili do të ishte paqe me veten dhe ta shikojmë Shqipërinë tonë në mënyrë sa më shumë pozitive. Në një moment harrojmë çdo gjë, kemi eksperiencat tona, por duke parë pozitivitetin dhe me një analizë me brum shumë të hollësishme. Çfarë do të thënë që të kanë akuzuar që ke qenë armik, po themi, i sistemit. Armik i rrezikshëm i Shqipërisë. Nuk është domeni i tyre Shqipëria. Por ka një të vërtetë absolute që se kundërshtojmë dot, sepse duke të quajtur aleat Amerikës sot tihet tashmë mbas 35 vjetësh janë amerikan. Pra e vërteta tyre ka pas një lloj parashikimi tyre i ka dalë një lloj të vërtete. Por ne pa Amerikën nuk do ekzistonin. Ne pa Amerikën nuk do ishim asnjë gjë. Thjesht Shqipëria jonë, me që unë kam 18 vjetë që jam kthyer, ka një sekret që Enver Hoxha ka thënë që e thua ti, po duhet ta them unë. Pra, e bën e ti zbo. E bona unë, bo. Ndaj,
ti dhe shpirti jot vuan, pikërisht sepse të vërtetat e tua, me rregull, duhet i thonë ata, që Shqipëria të bëhej një qenj i bindur. Tani, Shqipëria ka evoluar për hir të vërtet. Dhe unë dua që të fillojmë me një rrugëtim të paqshëm të rinisë tënde, e cila ka qenë disa vite para meje, me kuptimin që ne ju përqafuam shumë më vonë, aty nga 88 kam ardhur në Tiranë dhe flitej për ju, dhe sigurisht që flitej dhe ëndra jon ka qenë që gjithë punonim në fundin në Tiranë. Aq më tepër tek Kino Studio, ku punonin elita në gjitha dimensionet e saj, që mos t'i fusim gjithë në një valle. Dua të lutem, dhe pastaj unë vetëm të bëj portretin, të bësh një narracion për rinin dhe deri tek vitet 90. Unë jam lindur dhe rritur në Tiranë, aty ku sot është restorant Pjaca. Qendra e qendrës. Po, babai është me origjinë nga Tropoja, jarë në Tiranë që i vogël ka marrë shkollën pedagogjike, pastaj shkoi studioj në St. Petersburg ose Leningrad, siç e thuaj atëherë, për zbulim, punë zbulim. Dhe kur u kthye në Shqipëri, po i bi shkurt, kur u kthye në Shqipëri, u caktua në Ministrinë e Mbrëmshme dhe ka punuar nga 61 deri në 71. 71 me një raport mjekësor, kanë qenë Sali Berisha, Ylli Popa dhe Thollon Meksi, që e shtruan me urgjencë për një përplasje që kishte me Manush Meftion në lidhje me Komisionin e Internim të Bimeve, që e krijuan të dhe donin të tërhiqe ky aty, por nuk ishte institucion kushtetues, ishte institucion vullnetar, dhe në këtë përplasje ai me miqtë e tij gjeti që ushtruan në spital Gjoja me urgjencë dhe ju largu kësaj dhe pastaj edhe dha dorëheqjen nga ministria si i smur dhe i paaft. Më fal, quhet dështim pikërisht për atë që kishte studiuar, pra tërheqje shpejt, sa vjeç ke qenë? Unë kam qenë 58, ai bi 71 13 vjeç. 13 vjeç. 13 vjeç. Pra ndoshta dashuria e marrëzishme ndaj teje ka plotësuar postulatin timati që të më gjej mua diçka nga fëmijët, por jo kur fëmijët diçka nga unë. Po. Tashti, pas kësaj kanë ndet 2 vjet me raporte dhe në 73-in fillon punë në tregtinë e jashtme, në dhomën e tregtisë jashtme si shef protokolle. Po. Dhe aty i mat pinte dhe ka qenë një incident, po do si u bo shkaku. Këto e kishin pas në përgjime, e vëzhgonin, po... Ishte detyra, besoj. Po, dhe ai nuk ishte një qytetar i ky shoqëron si fillon, domethënë shkaku, shoqëron disa kosovarë që kishin ardhur për tregti dhe ato e provokojnë sepse familja ime ka pas shumë marrëdhënie, don aktivitetin e ka pas në Kosovë. Xhaxha im që është gjyshi i Ged Debaliet, këngëtarit, ka qenë komandant i brigadës më të madhe partizane në Kosovë, dhe kështu që ishte një emër që në Kosovë e manin si figurë të madhe. Se të themi prapë të incidenti, ai në 47-ën gjendja shumë e rëndë në lidhje me Kosovën e me këto, e donin të arrestonin Beograd, pat një farë revolte jo, që mund quhet në ashtu, e këthyn prapë në Kosovë, sa ishte komandanti policisë Maqedoni me të hi dhe Kosovë. Edhe arratisët Shqipëri. Merë dhe fëmin, një djalë që kishte, arratisët Shqipëri. Pra e thash këtë se lidhje me kosovarët që vjen me timat. Dhe kosovarët i kërkojnë timetit a shoqërojt atë deri në shpinë e kushurive të tyre që ishin ke pasqëri Flora, aty ku kishim shpinë dhe ne. Dhe i madh thot nuk mundet sepse ishte rregulli që duhet ishin 2 vetë kur shoqëronin jashtë ujit. Po, atë i thanë domethënë si don vllai Shaban Haxhis me Haxhi Demalia për të ketë mos na shoqëroj dot neve, ai vjen në sedër edhe i shoqëron. Kjo u quajt shkelje, shkon darkë në tavernën e Dajtit, kapet në Fëçarsheun aty, dhe të nesmen e shkarkojnë nga puna, ky shkon ankohet që di bim shkurt, për ke Manush Fëtiu, takon sekretaren e Manushit, Manushi nuk di del në takim, dhe sekretarja Manushit nuk ranë Manushin, Presa Kasimati, e majme në emrin,
se ishte edhe në gjyqje. Imati thot që unë po të isha armik, isha arratis në Leningrad, kur isha student, e njënën tjetën përmëndë dhe Enver Hoxha dhe këto e shkrujnë. Binaku ka thënë që do të vrasë Enver Hoxhën dhe të arratisim. Ndarkë vinë arresten shtëpi, dhe kështu, pastaj vazhdon historia. Në fillim ishte shumë e rëndë, se ishte, u thanë fillim që është terror kundër udhëheqësit partisë. Pastaj e ranë gjitha, Imat nuk pranoi, ose s'kishte gjë për të pranuar. Nuk kishin dëshmitar, është dënu me 1 dëshmitar, por u dënu 4 vjet, ka qenë 11 mars 75-ës, gjyqi është bërë në gusht, dhe Imat është liruar me 11 mars të 79-ës. Do i ka bërë ditë në ditë. Miku im, të bëjmë një paralelizëm, unë diku kam thënë që 74 ishte nga vitet më të mërshme, pikërisht se Enver Hoxha kaloi atë smundjen e famshme dhe ai deliri, paranoja dhe futi shumë. Aty është dënuar në fakt në Eksori dhe babai, dhe shumë intelektual tjerë. Ka një paralelizëm sot 74 me 2024, ndërkohë që pavarësisht se jemi në 2025. Nuk mendoj që ka një paralelizëm, sepse nuk jemi në ato kushte. Janë dënuar njerëzit në kohën e regjimit komunist, pa bërë asnjë akt, pa bërë, unë kam lexuar dosjen time aty është merr, që të lexosh për shkakun që unë kam dashur të bëj përgatitjen për kryengritjet armatosur. S'është e vërtetë, unë sot mund të them po është, ta marr si dekorat. Je shumë sakt. S'është e vërtetë. Kanë thënë që jam një levë lëvizëse, thot aty, në dokument, një levë lëvizëse agenturave të huaja. Inteligjenca, sigurisht sigurimi që ne i thoshim në mënyrë pejorative apo, si me thënë, në pozitive, përgatiste në fakt njerëz të tillë. Pra, formoi dikujt një CV të keqe dhe një ditë do t'i duhet. Dhe unë këtë shoh si një CV e pasur, aq më tepër që ju e keni plotësuar duke shkuar në Amerikë, dhe pse në një moment saktuar mos vinit të shpëtoni Shqipërinë. Unë herë nuk më marrë përsipër që t'jem shpëtimtar i Shqipërisë. Kanë investuar tek ju kanë besuar. Si kanë investuar? Ajo dosja kanë parë inteligjencë. Ajo dosja ishte për të më arrestuar, e thotë aty. Po arrestimi është CV. CV. Dhe domethënë ti e kanë bërë me qëllim thuaj që të investojnë ka unë, që unë mund të hyj në Hamburg po të vazhdoj ose tjerë përpara që i kanë shumë pushkatim edhe për t'i bërë CV. Domethënë logjika që përdorni ju, sigurimi i shtetit, çfarë ka arrestuar, ka dënuar, ka vrarë që nga 45-a deri në 90-ën, i pas ka bërë me qëllim që t'i krijojë si element për të shpëtuar Shqipërinë. Po nuk ma ka Shqipërinë. Po çfarë për çfarë të udhëhequr Shqipërinë. Për të udhëhequr. Tonë apo jo varet nga ju. Për të udhëhequr, domethënë kanë ato që i kishin, edhe ato që i kanë vrarë, i pas kanë vrarë që të udhëheqin Shqipërinë. Pas nuk ma merr arsyeja. Sot Tirana është kulmi i paranojës. Dhe e shikon jetën si një lloj spermatozoidi, i cili në fundit po arritin destinacion, okay, në rast kundër, domethënë një më pak. Këtu jam dakord me ty unë. Shqiptarët janë paranojak, në natyrën e tyre janë paranojak, dhe plus kanë diku... Mos të shajmë shqiptarët dhe Shqipërinë, vetëm pozitivisht. Kjo është një aludim... Dhe komunizmi kanë diku negativisht në këtë paranoj që e ka bërë dhe më thellë. Unë shoh njerëzit tu, të gjithë bëjnë teori konspirative kur jeta sot është shumë e thjeshtë, shumë e hapur. Se frika me paranojën janë 2 gjëra. Pra, të kesh paranojë dhe të kesh frika është instinkt lind me njeriu. Po që do të thotë kesh kujdes, po për gjëra absurde, për shembull unë me që erdhi ke unë edhe përpara kur kam fol, nuk e kam menduar, s'kam pas ndonjë shqetësim për ato që them, sigurisht që e disha që janë, po ashtu e thonja, ashtu jam dhe sot. Okay. Pra, unë nuk mendoj njerëzit më thonë, po çfarë bëjnë këtu? Çfarë s'kan thonë këtu? Çfarë s'kam një gjuhë këtë ditë këtu? Çfarë ndërronte Ilir Demalia në rininëve? Unë ndërroja të isha një njeri i lirë, kaq. Shikoja, për shembull, koncertet e muzikës, siç i kam parë mas 90-sh, bëja një jetë, shkoja si gjithë njerëzit dhe ndoshta po të kishe qenë, po vim ka ajo që thua ti. Ç'është liria? Liria është thjesht vetvetja. Është kosto shumë e madhe. Po sigurisht është kosto. Njeri të jesh vetvetë. Po sigurisht është kosto. Një vend i vogël prodhon paranoja të mëdha, prodhon kriminal të mëdhenj. Po mi më varet. A e kupton që asnjë nga ata nuk ka qenë i lirë, si të ta jepnin ty këtë domenë?
Po jo, më nuk është puna, është brenda meje, më nuk është se unë kam bërë me qëllim gjitha këto. Është brenda meje, është natyra ime që unë kështu jam. Kriminale Dhe të marrë pozicionin e djallit. Por e bëj pikërisht për të bërë një bisedë sa më lehtësuese. jo, jam i hapur në farë. Dhe duke thënë të dy që liria është mbi gjithçka, por e kërkoj lirinë të njerëz të pa lirë. Liria ishte të njerëz, gjithë njerëzit e tjerë nuk ishin të lirë. Asnjëri nuk ishte i lirë. Jo, liria fillon nga vetvetja dhe këtu unë po hym në një diskutim tjetër që përse shqiptarët sot po sjellin ka ajo që thatë ju, janë me paranojë, me teori konspirative, krijojnë dhoma të errta, mendoj unë, sepse shqiptarët ne nuk kemi bërë revolucionin e lirisë. Dhe liria është dinjitet. Pra, kjo është arsyeja që ne për të justifikuar mungesën e dinjitetit që vjen nga mungesa e lirisë, ne krijojmë këto teori konspirative dhe këto mure të errta. Më jep një model të asaj kohe që ke pasur idhull. Model të lirisë. Që ke ndjek. Të asaj kohë. Nga Shqipëria? Shqiptar, se thuaj mo. Nga Shqipëria? Dhe John Lennon ishte i lirë dhe vran për lirinë e tij. Po, e vrau një smur. Jam duke pikturuar dhe në këtë moment, në këtë fazë të ngjau shumë për të. Dhe modelet lirisë që më kanë dhënë mua. Po. Fillojnë me Gjergj Fishtën, me Pater Anton Arapin. Të dështuar gjithë. Nuk mendoj që janë të dështuar. Ata është shumë suksesshëm për kohën në makro. Në mikro, nuk e kuptoj, nuk mund të them që janë dështuar, se këta janë njerëz që punojnë për Shqipërinë, sidomos Fanoli, Fanoli, Faik Konica. U larguan nga vendi, miku im. Po nuk luftuan deri në fund. Po ore dëgjoj, u larguan nga vendi sepse ky vend nuk i ka dash kurrë njerëzit, nuk i ka pranuar njerëzit me vlera, njerëzit që janë të lirë. Luftë. Dhe po ky vend nuk ka bërë luftë, të po të them. Në tregoti kur ke bërë një luftë për dinjitetin, për lirinë. Ne, historia jonë, pavarësisht reklamave që bëjmë ne dhe atyre patriotizma folklorit, ne jemi në shtru pushtuzve, ne jemi në shtru regjimeve. Janë të nevojshme edhe ato, folklorizma. Janë të nevojshme deri një pikë, pastaj nuk është e lehtë të prodhosh një Skënderbej gjithsesi. Më besoni, një vend kaq të vogël, kaq të luftuar, me dy armiq të përbindshëm komshit ta. Një vend i vogël me armiq shumë të mëdhenj. Të strukturuar, knapërdisnin gjatë kohës. Se me që dolim ke Fishta, se Fishta thonë që është shumë folklorik, nuk është folklorik. Dy themu shkrimtar janë që e kanë zbërthy shqiptarin në ADN-n e tij, në strukturën e tij psikologjike, janë Fishta dhe Faik Konica. Analist. Por nëpërmjet vargut ti. Analizë. Zgjidhje, kush i ka dhënë? Ky është modeli. Këta i kanë dhënë. Këta i kanë dhënë, këta i ngjizën, pikërisht këta njerëz ngjizën atë ndjenjen e nacionalizmit dhe për pavarësinë. Megjithëse pavarësia ka ardhur dhe për shkaqe të tjera, domethënë shkaqe janë të jashtme më shumë, s'po i hym historisë. Pra këta janë. Dolëm të thelbi. Po, pa aleat, jasgjë. Po, sot ne kemi një aleat shumë të madh. Jemi me fat. Dhe ju vini nga ajo aleancë dhe mbi të gjitha të sulmosh sot Ilir Demalien, thoj apo pa të, duhet ta masësh mirë. Pse? E para një që është një simbol i të vërtetës. E dyta nuk ka bërë asnjë krim, e kundërta flet fjalën e lirë. E treta e duan shumë njerëzit. Të duan. Duan dhe mbi të gjitha je mirë. Ka dhe njerëz që murrejnë ose shpifin për shkak të lirisë që kam unë. Ajo është manipulim. Edhe pa ajo s'më intereson më fare. Unë bie biles vjen keq. Unë jam the light side of the moon. Jo pjesa e errët e hënës. Dakor. Pra unë nuk mund ta shoh atë. Unë s'kam. Jo, jam dakord se unë këtë ditë të them drejtën, jam habit, nuk e disha që kam këtë impakt. Kudo që dal në rrugë. Ajpe. Jo më e shoh gjithë këtë ditë, unë kapi njerëzit në rrugë, domethënë, as e kam menuar, unë kam fol, atë që ndjej, atë që mendoj, mund të jem dhe gabim, por pash që njerëzit ndashkën. Njerëzit duan të vërtetë dhe njëri që të vërtetën është gjë shumë e madhe. Në Shqipëri, pak më parë në 90-s, intelektualët u mlodhën nga Ramizalia dhe u lexua Katovica. Në cilin puzzle të Katovicës ti e gjen vete? Në radhë parë të si son kam folë dhe me studius, po s'pom përmend emra, studius në Amerikë. Njëri është shqiptar amerikan, po nuk di atja them emrin.
Megjithatë po ja them, Çdo gjë këtu është përgjegjësia jotja, ti ke bërë një libër, pra përdorimi i emrave është absolutisht përgjegjësi personale e jotja. Unë kam një fakt që të kam përballë dhe të bëj këtë portret. Të tjerat unë nuk kam qenë prezent, kam qenë prezent gjatë gjitha detajeve të grevave të 90-91-shit, ka mendimin tim personal, ishte totalisht inskenuar. po Kaq mund të them unë. tash Të tjerat nuk- nëse do i hym, se tash dolim ke 90-ta, që ai është momenti më decisiv. Nuk dua ta anashkalojmë pak pjesën e kinostudios. Po, okay, se tash Më thuaj, shumë bukur, ja të kthehemi prapë se kaluam. Po. Tash ti, i matë hynë burg. Siç tash, unë në qenë punë gurore, 17 vjeç nuk i kisha bo akoma, tim vlla e qenë me pastru këto rifugjët, nonën time pastruse, i matë në burg, domethënë ka qenë një periudhë shumë e rëndë për familjen, jo vetëm e rëndë që tash të gjithë e dim kur dënoheshe për politikë, se çfarë ndodhte deri me njerëzit e afërt e me këmbshit e me Mua tjerë. s'më vinin ditëlindje shokët. Pa ditëlindje po prit me se dhe Po aq gabim dhe pastaj që të bëj shkurt, i mat lirohet në 11 mars të 79-s, shkon dhe punon ke fusha e druve, ke treni, dhe i mat kërkon të pafajsin gjatë gjithë kohës, se nuk ishte asnjë fakt. Kishte bërë gjithë ato kërkesa gjykatës të lartë, njifte strukturën. Të bëj një pyetje, mendoj se është e rafinuar. Nuk e parashikonte dot ndryshimin e sistemit për pasojë këtë sakrificë të padrejtë ta shfrytëzonte në një moment caktuar? Jo, bile Shumë altruizëm ky që bëni, edhe ju edhe ytat. E kam ndjekur. Po, të fakt ne jemi, unë jam nga natyra e Timetit si ai ka qenë më i qetë, po ka qenë më i ftofët, më i akullt, unë jam më emocional, se kam marrë nga të dy. Po ajo që desha të them është që ky njifte sistemin dhe kur është arrestu, mbrojtja që ka bërë, në fund i tha, në qovë se kjo është e vërtet, ky njeri duhet shkojnë në spital se i smur psiqik. Sepse një njeri nuk mund shkojnë në komitet partiz dhe të thotë që do të bëj këtë akt. Ose nuk është e vërtet, dy gjona ka. Don, edhe Edhe sot po të pranoshe do të vrasësh Trumpin, po s'pati dëshmitar nuk ta quajnë fare, pas ligjit. Dhe sigurisht pra se duhet provohet drejtësia. Duhet provohet. Nuk është... Ka provë. Dhe kështu që ai ka qenë regjim tjetër represiv, ai s'kishte nevojë merrte të fuste mren. Fakti, do në ky shkoj aty, në vitin 1984, masi kishte dalë ajo që u vram me sheu, feqar sheu e gjitha, hapet çështja e Timetit prap, se fërkimet me këto i kishte pas. Jo me Mehmetin, me feqarin. Hapet dosja prap, e rishqyrtojnë dosjen, ti bie shkurt, merr pafajsin, merr paret, kompensimin e viteve të burgut, që s'kishte punu, dhe tërhiqet. E kërkojnë që të punoj prap, tërhiqet, në moshën 55 vjeç doli në pension. Nuk donte të punonte më, dhe pas kësaj, kur merr pafajsin, kërkon që për mua që të filloj punë kinostudio, fillova të shkollën e lartë, se njerëzit flasin se jam më zej që s'maj thanës pa ditë gjë, ke punu në kinostudio si pas ke qenë ti, dhe në kinostudio unë kam punu nga vitit 85, 1 janar 85 kam fillu deri kur kam hik në 13 korrik 19. Që pozicionin kështë ti? Rekuiziter. Po, rekuiziter. Ja. Dhe fillova dhe shkollën, Gjuli Dërsin, Shkodër, me korespondencë. Tash ti, i ma doli në pension, i vlla shkoj në artistikën Migjeni, nona ime pa ashtu doli në pension se... Pa një lloj rehabilitimi. Një lloj rehabilitimi, nuk do ishte ashtu, se kishe kalu një 10 vjeçar shumë i vështirë për ne. Në 84, në shtator 84-s, në qershor i mat merr pafajsin, në shtator të 84-s, siç e ka përmendur në vende tjera, hapet dosja ime nga sigurimi i shtetit, nga 2 bashkëpunëtore, që ja tregova pak përpara. Po, ato 17-18 vjeçare. 18 vjeçare, gjimnazit Partizani, që unë i njofta
Nuk po themi emra se janë punë vetë, dëshi me fëmijëve. Unë jam për të thënë, S'ka. ja, nuk kanë nej post publik. Nuk fiton gjë. Po jo, nuk janë, unë jam për të hapë doset e këtyre që janë persona publik. Që janë media, që janë politik, që janë kështu. Do shkojmë. Edhe kjo është. Dhe hapet dosja ime 2A dhe unë kam thënë atyre që një regjim nuk zgjat më shumë se 45 vjet, ose bi regjimi o vdes diktatori. Në fakt i ke thënë? Po, e kam thënë. Këtë e kam thënë. Doon aq më tepër ku mori mat pafësin, pastaj nuk e njihsha frikën se nuk më shkonte mendja. Paralel, parashikimi sotëm. Parashikimi sotëm? Po, për çfarë? Gjendjen aktuale. Këtu në Shqipëri? Po. Përballë kamerës. Çfarë ndodh, çfarë do të ndodh, si e parashikon sot, ndërkohë që në atë kohë ke gjeni sakt. Si e parashikoj të ardhmën e Shqipërisë sot? Shqipëria është në një kaotizëm total. Shqipëria është një kaotizëm politik. Dhe fakt, ju do shikojmë pozitivisht. Do të propozosh një gjë pozitive. Nuk do të bësh analistin. Pra ideja është që në ato fraza koncize atyre vajzave i ke dhënë një libër ku thoshte diktatura. Po. Ka lutem, sot do thosh që unë sugjeroj të ndodhi kjo. Po. E para duhet të ndodh pastrimi moral i politikës dhe i medias. Se këto dyja janë ato... Politika ka moral, politikani jo. Ashtu. Po, e di unë dhe të Churchillit që thot, politika është prostitut, po ka një moral, brenda i moralitetit prostitutës. Por, duhet krijohet besueshmëria dhe duhet vendoset drejtësia. Unë, kështu si e shoh Shqipërinë sot, Shqipëria është zhvilluar, që të themi drejtën. Shqipëria është zhvilluar dhe po ju them që njerëz që kanë nga Amerika në Shqipëri, jo shqiptar, amerikan, kur i kam takuar, rastësisht ka qenë në takimet, nga Albania, very good food, they like Albania, they like Tirana, dhe Shqipëria ka vende të bukura. Po unë që jam lind dhe rrit në Tiranë, më vret syt ndërtimet, që ka ndërtime shumë të bukura në vetvete, shumë të bukura, por nuk ka një harmoni, nuk ka një plan urban, është kriju një kastrofobi që ti ke këte pallat shumë bukur, përballë del shef pallat prap. Nuk ka hapësira që ndikon keq, ju jeni dhe piktor, vizioni. Dhe Maleja, ky është zhvillimi makro, duro. Tirana po bëhet për brezat, nuk po bëhet për nostalgjin. Jo, nuk e kam për nostalgjion, nuk e kam për nostalgji. Pra, ai amerikani ka lexuar që New Yorku ka qenë një përbindës ku vrizeshin bandat me njëra tjetër. Dhe sot e shikon New York, që ta shpjegoj pak në mënyrë më filozofike. Jemi në lagjen tonë, asgjë nga afër nuk është e shëndetshme. Ngjitemi në avion, shojmë larg e më larg, problemet smëmohen, duket gjithçka më bukur, më rrumullakët, bëhemi mikroskopik ne të dy, mendoj një njeri në avion tani është duket parë diçka tjetër. Si shpjegojnë që produkti i kinostudios ka pas shumë kërkesë. Pra, filma që dhe sot janë një farë mënyre aktual. Ndërtimi një rryme e socializmit, të rinjt sot e shohin në mënyrë dëfryese, nuk e shohin aq, çdo gjë ka të qenë produkti propagandës pa diskutim. Po ka një sukses. Është përqafuar. Pra, nëse do ta marrim me klikime, deri te Kina e largët që e dim se kush është Kina, ka një admirim dhe në fakt serioziteti i të keqës, nëse do ta quajmë si të keqe, është me atë filozofi që më mirë një armik serioz se sa një mik budalla. Po, kjo është e vërtet, por unë mund të them që sigurisht ka pas filma me vlerë, nga ana profesionale ato ishin përgatit. Po. Kinastët, me këtë art sot ishin përgatit. Ato që krijuan kinostudion kishin studiuar në Çeki, në Rusi, në Poloni, shkollat forta të kinematografisë. Siç janë regjisorët Piero Milcani, shumë. Po, edhe emrat më bllokun, po. Nuk e di. Dimitër Anagnosti, padyshim Viktor Gjika, kupto operatorë njërin tjetrin. Por ajo çka kam unë me atë film, ka filma që janë shumë interesant. Për shembull, do të themi që s'ka lidhje as me
as me propagandën as jo, filmi Udha e Shkronjave, Po. filmi Mesonjtoria, Po. ato janë Akt historik. akte historike, Po. Po. filmi i pavarësisë, Po, me Ismail Qemal. me Ismail Qemalin, me gjithse aty ka falsifikim të historisë e njënën tjetrën, por Po mërgata qyshe. Mërgata qyqe lene. Lene me mërgata qyqe, se ka pas një drejtë, e thot mërgata qyqe. Dhe të gjitha këto do të them, por është puna që ne të bëjmë filtrimin dhe kjo, kur vjen dhe ke muzika, kur diskutohet. Filtrimin e kapitalizmit bën tregu. Po, këtu jam dakord me ty, sepse ky diskutim është dhe në Amerikë sot. Do më thënë, ka humbë vlera e artit, është këtu në komercializëm çdo gjë. Dhe edhe për muzikën po morim, krahasojnë Shoqëri konsumi. shoqëri konsumit dhe konsumit pavlefshëm, për shembull Woodstocku 68-s që prodhoi gjithë atë muzikë vitet 60, 70, po ishin Kulmi i luftës ftohtë. ku Ishte këshia për plasën, arti e punon. Po, dhe jam plotësisht dakord. Të gjithë ato kishin mesazhe. Për shembull, unë kam qenë në Liverpool. Beatlesa ndryshuan jetën në Angli. Pikërisht. Deri Anglia kishte një gjendje të rëndë. Janë prodhimi i inteligjencës Beatlesat Absolutisht. me kuptimin e inteligjencës sigurimit. No, se besoj asnjë. Ja. Pasi më kanë, tash tym dhe Po për Frank Beatles, Sinatra. unë nuk besoj në këto teoritë konspirative. Se unë për Beatlesat kam shku ke shtëpia tyre, kam pa gjitha atë tavernën që quhet Kavern ku kanë dalë për herë të parë. Nuk po akuzoj. Po bëj Kanë një qenë pyetje. 15-16 vjeç. Miku im. 15-16 vjeç kur kanë fillu. Unë jetoj në Shqipëri dhe kam institucione rehabilitim. Që do me thënë? Për mua nuk ka rëndësi nëse ka qenë sigurimës komunist, apo në rast se ka qenë cilësi dhe ka bërë film, ka bërë piktura, po të marrin piktura më propagandistike që është zëri masave, i Salih Shiak. Më mirë si piktur, ajo, se sa Enver Hoxha në skulpturë, sa i e ka bërë Enver Hoxha bashkë me Shabanatet. Tu kur vje puna ke Më histori. mirë atë pikturë se sa zënët e gjelave që bërin pleqëri me një liri të plotë. Pra mua më intereson cilësia dhe produkti që ka krijuar ajo diktaturë. Pra teprisat e saj janë pasuri për ne, hajde ta shfrytëzojmë më burr. Kjo është logjika. Jam plotësisht me këtë logjikë, jam plotësisht dakord. Prandaj nisha me thonë, dhe unë nuk jam për të ndalu absolutisht se është diskutu kjo puna Po e kam dëgjuar, ke qenë Po, dhe unë nuk jam progresist. Jo, unë nuk jam për të ndaluar asnjë gjë. Pse? Është pjesë e historisë tonë dhe kjo e ka dëmtu historinë tonë, sepse ne e kemi historinë, ne kujtojmë se kemi qati, po qati arrin mbi tulle, arrin mbi themele. Kurse ne i kemi heq, si gjatë regjimit komunist, si përpara, po është manipulu historia e 90-s sy tanë, kur jemi dëshmitarë. Jemi dëshmitarë, jemi pjesëmarrës. Ajo të dhëm shumë, dhe ty dhe mua. Po, është manipulu. Dhe manipulohet, dhe kështu bëhen brainwash brezi i ri, sepse fuqinë që kanë media, këto njerëz që kanë manipulu, ngjarjet që ne kemi jetu vetë, kanë fuqi media, kanë politikë, kanë financa, kanë gjitha. Dhe njerëzit, në fakt, unë mu shpesh ma thonë, po si su lodhëm, mëse nuk e për ndryshu do të gjo. Mi po i themë, nuk e bëj për ndryshu të tjerë, unë e bëj për të qenë paq me veten time. Se dikush do t'ja thotë këtyne njerëzve këtë gjë. Kupto? Ata manipulatorë Po të vi këtu që më the që është liria. Liria është ajo që e thotë në mënyrën më të qartë Albert Camus. Unë revoltohem, prandaj dhe ekzistoj. Po, dhe ne, fatkeqësisht, nuk e kemi revoltën në ADN-n tonë, se do dhe një ndërgjegje, do dhe një koshiencë, revolta, do dhe një guxim, dhe mu më vjen keq. Revolti ishte futja në Mosad dhe ikja? Ishte një revolt, ishte një frikë. Jo, ishte revolt. Ishte revolt, do me kam sqaruar në librin tim gjithçka, ishte revolt, paktën për mua. Unë nuk kam thënë në asnjë moment që ambasadat kam pas organizim. Nuk kam pas organizim. Nga gjitha faktet, nga gjitha shkresat, nga mënyra si është ndërtu e gjithë historia kymë mas vrasjes Ceaușescut. Debatet e forta që kanë qenë komitetin qendror. Përplasjet e mëdha, sepse ekonomia kishte shkuar në fund, kampi socialist kishte rënë gjithandej, as tregtime clearing nuk bënin dot më, ti e ma mend se si rafet e dyqaneve ishin bosh. Pra një sistem
politik. Pse është në krizë sot perëndimi? Është në krizë nga ekonomia. Ekonomia është aja, por çfarë janë qeveritë në botë? Janë për të krijuar një mirëqenie se po kalojmë nga tema një mirëqenie sa më të mirë, po bisedë lirë po bëjmë. Për të krijuar një mirëqenie sa më të mirë për popullin e vet dhe për vendin e vet. Përse kanë ecur vendet skandinave? Përse po ecin vendet e lindjes? E diti domethënë që Kina po bën një zhvillim të jashtëzakonshëm të qenë 10 herë në Kinë, por nuk do ta përmend përballë një Amerikani të Jo më përmend shaka. Por dua të them gjatë ikjes me anije ka ndodhur shumë krime brenda. Pra e mbra njerëz kanë eliminime. Jo, ku kemi ikë ne. Jo, ju keni ikë në Gjermani. Në Gjermani me anije jemi larguar. Me anije e larguar. Po Jo natë anije, po ka pas shumë anije. Jo. Anijet janë mrapa, janë Mars, ato marrja anijeve. Ne ka ardhë anijet e OKB-s, me flamurin e OKB-s na kanë marrë neve. Keni qenë më të mbrojtur. Jo, ka qenë organizuar komplet. Si organizuar? Jo organizuar, ndodhin ngjarje ambasadave? Po. Sigurisht ambasadat kanë luajtur rol se ishte do të rrëzoj guri i fundit i dominos, pra ne e kam vu titullin. Sipas planit të Ronald Kennedy me luftën e yjeve, i cili i tha kur ne do të shërngojmë një brim të rrypit për rritjen e buxhetit të armatimit, Rusia do të shkojë ke brima fundit. Dhe kështu ndodhi, domethënë edhe Rusinën e rrëzoi ekonomia, edhe gjithë kampin lindor, sepse ishte edhe ndryshimi sot. Edhe ndoshta rishtas ndodhi një të gjë. Po, edhe sistemi kapitalist sot është një krizë. Po unë them, jo, po paktën çani gjë në analizat, është një krizë që do të zgjas për një dekadë, por nuk do të ketë ndryshimin dramatik siç ndodhi në Europën lindore, sepse është një shoqëri e lirë, ëh? Është një shoqëri që ka një ekonomi tregu, ka prodhim, ka gjithçka, domethënë, por do të krijohet një sistem pak a shumë siç janë vendet skandinave. Pra pse jetojnë ato në paqë, pse jetojnë ato me një mirëqenie nga më të lartët? Se pikërisht kanë bërë këtë. Dhe edukimi, e para është edukimi. Mbështesin njëri tjetrin përmes sistemit. Përmes sistemit, po. Dhe janë gjë që nuk është. Kurse kapitalizmi, Shqipëria është një vend eksperimental, Big Brother. Ne jemi tamam Big Brother. Ne jemi një Big Brother, jemi kavje eksperimentale që mundohemi të ambientohemi me nxehtësinë e ujit që na kanë vënë, si bretkosat, dhe ne po mësohemi, unë për shembull ka vajt temperaturë 35 dhe po e duroj. Ti nuk e duron dot temperaturën sepse ke kuptuar eksperimentin. Më saktë dhe sigurisht bërë në reagimet e tua del nga kusia dhe ky na mëson dhe ne tjerë që edhe ne duhet dalim nga kusia. Çështja është që nga momenti që secili ka vendosur për hir të vendlindjes, patriotizmit të luftojë në këtë vend me mënyrën e tij, fillimisht duhet të sakrifikohen disa bretkosa, ndoshta për të shpëtuar të tjerat, por ajo që unë nuk shoh është, nuk është modeli. Më thuaj pse duhet të dal nga kusia. Kjo është arsyeja që të kam thirrur këtu. Ma trego modeli. Kam një mik në Amerikë më thot, ik nga i vend, hajde këtu. I thash, më thuaj modelin pse duhet vi në Amerikë. Kam punuar 15 vjet në Greqi, gjeta një kusi me temperaturë 85 gradë. Dhe bretkosa që flisnin dhe qanin greqisht. Tashti, unë në radhë parë nuk i them as kërkujt largoheni nga Shqipëria. Hikni nga Shqipëria. Jo ikni, unë them se dhe modelin këtu. Po pra. Unë quaj kriminale, thirrje televizione publike, ai e fillon emisionin ikni nga ky vend dhe ikni nga ky vend. Unë nuk i them kërkujt në të kundërt siç shkruan Albert Camus në librin e huaj që ka marrë çmimin Nobel, libër 90 faqe ka qenë, se maninë e kanë me shkruajt libra të mëdha. Por ai në ishte ashtu. Dhe unë këtë e provoj vetë tash në kurriz. Emigrimi krijon kushte, krijon gjëra, por është dramë. Në fund të jetës është dramë. Dhe këtë në fund e thot Albert Camus me atë gazetarin që ishte në Francë ka Algjeria, dhe mbyll thot, ati ndodhin dramat në Algjeri të familjes, nuk shkonte do tek, vind tek. Kjo dhe, ai u bo njëri i famshëm, që e ka
një autobiografi të vetën dhe thot, ai që hikën nga vendi vet, thot, nuk bëhet vendas aty ku shkon, Sigurisht. dhe bëhet i huaj për vendin e vet. Ndjen gjithë. Kjo është drama e emigrantit. Domethënë, unë, si thon atë, farmin e kam këtu. Qoftë edhe me këtë bisedë që po bëjmë ne. Pikërisht. Domethënë, unë e kuptoj. Ajo që i thuti, bretkockat që mësohen me temperaturën e ujtit, kur shofi një njeri që është jashtë kazanit, sepse ato nga mungesa e kurajës, nga ajo mos kurajo për të revoltuar, që sot dhe Camus unë revoltohem, prandaj ekzistoj, ato urrejnë më shumë atë që është jashtë kazanit dhe se sa ato që i ka fund kazan, sepse nuk kanë kurajën për të qenë njerëz lirë. Dhe njeriu që nuk është i lirë i ka gjithat zezat. Ke marrë shembull Camus, më të marrë shembull Kostas Gavras. Tek filmi Le Capital, për mua është një nga inteligjencat absolute, ku merr një refugjat për një arsye dhe bën në krye të bankës botërore, po ta bie shkurt. Në fund fare ky bë më i ashpër se sa vet ata kapitalistë të lindur, bëj fjala për familjet mëdha të bankës, dhe detyra e tij ishte të hiqte sa më shumë njerëz nga puna, dhe sigurisht që pasi u bë drejtor më i madh i bankës, do të fliste përpara bankierëve më të vegjël, që ishin 40.000 veta, përpara 20 vjetë që është bërë filmi, gjë e madhe, sepse flisnin me LED wall. Pra gjithë dilin nga gjithë botën në ekranet të vegjël, ato thumbnails që quhen. Dhe fjalimi i tij ishte shumë i shkurtër. I tha, një platformë ka mund, t'ja u marrim të varfërve dhe t'ja u shpërndajmë të pasurve. Ekstazë në të gjithë botën. Dhe u kthye nga kamera dhe tha, mos ja vini re. Janë fëmijë e shohin si lojë. Ke hyrë në lojën e tyre. Ata kanë itë kulmin, temperatura 80 gradë, janë në kusi, janë ende gjallë. Dhe luajnë dhe kënaqen dhe bëjnë banjo me ta. Vjen një model si puna jote dhe mban pozicion. Është në një kusi me temperaturë më të ulët. I prish qetësinë. I prish qetësinë absolute. A mundemi ta iluminojmë shqiptarin në një moment kur ai të ka dhënë një peshë shumë të madhe të beson? Ilir dhe Malia sot kanë ndjeksa me qindra mijë ndjeksa. S'po them qindra mijë. Jo, ka qindra mijë, ka 100k intervistat e tua. 100k, aq ndjekës, nuk thash simpatizues. Ai ndjek, kanë shku dhe 230.000. Atëherë, qindra mijë, po 230.000 të formon zgjedhje ti. Unë nuk mendoj që jam në atë shkallë që të ndërgjegjsoj njerëzit, se edhe them që nuk mund të ndërgjegjsoj një njeri, por unë them këtë tjetrën. Ajo që ka ne kemi një gjë handicap, një sakatlik, se du ta flas shqip, një sakatlik të madh së shoqëri, është që ne nuk kemi prodhu dot elita ndërgjegjësuese për shoqërinë. S'ka model. Dhe ne përdorim shumë fjalën ne intelektualet. Elita intelektuale. Unë po ngrej pyetjen ty tash, po të them. Gati janë përgjigje mund. Po. A ka pas Shqipëria, si e mendoj unë, përveç asaj bërthamës që krijon rilindja dhe që u bë shteti shqiptar, sigurisht dhe me ndihmën e fuqive të mëdha. A ka pas, edhe deri në vitet 45, vitet 30, prodhu një lloj elite ndërgjegjësuese dhe me kualitete edhe me vlera. Që nga 45-a dhe deri sot, deri në këtë moment që po folim ne, a ka elitë intelektuale? Dhe një minut. Dhe unë mendoj që elitat intelektuale nuk janë ballafaqur me të keqen, në të kundërt, si gjatë regjimit komunist, i kanë shërbyer të keqes dhe i shërbejnë dhe sot grupeve politike. Pra nuk janë njerëz lirë, janë njerëz mizantrop dhe fakti me që jemi ka arti. Përse duhet paguen artistët sot i jepet lekë nga buxheti i shtetit për të bërë një pagu ty ky njeri ty për këtë që po bën sot? Jo.
Pra, a deshem ekonomi të regu, i merë, i nxjerë, i ble. Qartë për këtë. Po. Tani do të bëjt një pyetje direkte. Po prandaj kompromentohen intelektualet. Përmend emra direkte. Dhe unë kam bërë një analizë. Qofse ti do ta përmendë emrin, unë do analizoja tek ai, por fakti që nuk e përmende, po marr një lloj shembulli. Jo më përmendë, do të përmendem. S'ka problem, për afërt. Sipas Katowicës, ne do ta ndryshonim Shqipërinë, po themi. Dhe se cilin pozicion e vetë. Dhe ti akuzon disa njerëz drejt për drejt në fakt që me radhën e tyre kanë bërë gjyqje dhe normalisht nuk i kanë fituar. Për pasoj mund të kenë qenë bashkëpunëtorë të sigurimit shtetit dhe ata kanë pas një detyrë që të krijonin Partinë Demokratike. Po. Që thot pluralizm. Po. Ju dha një detyrë. Po. U dha detyrë nga prorët e tyre. Shumë bukur. E bën keq. Janë njerëz të dështuar. Sot, në fakt, duhet të akuzosh për veprën e tyre. Çfarë duhet të them me këtë? I është dhënë, po themi, një artisti të bëjë socializmi siç është Skënder Kamberi apo Ismail Ulani. Kryevepra kanë bërë. Pa pikën e cenit propagandës, madje Skënderi ka bërë një gabim sepse ka hequr PPSH-n mbas 90-s, që ishte shkruajtur aty në një cep. Tani, i është dhënë X gazetari, i cili ka qenë zëri i popullit për të bërë linjën demokratike dhe për të bërë Partinë Demokratike. Ka dështuar, e ka bërë keq. Në mënyrë intelektuale, mund mos t'i themi atë blastemin që je sigurim, por të thuash i dështuar, loser. Kjo pyetje shumë e vënd. Tash unë po të them këtë. Jam dakord që edhe e kam thënë disa herë, sikur këta që erdhën në 90-ën, ose që i prunë më saktë 90-ën. Po. Sikur ta kishin bërë mirë, siç po bën ti një pikturë sot, sikur ta kishin bërë mirë zhvillimin e demokracisë, të vendit, mos kishin pas korrupsion, krijonin shtetin e drejtës, krijonin hapësira për njerëzit, këta nuk do të gjykonte njëri sot as se ke qenë sekretar partie, as se ke qenë spion, as se ke qenë kështu. Por këta nuk mund ta bënin. Nuk mund ta bënin për faktin se këta kishin ardhur me mision. Dhe misioni, me që të përmend shumë Katowicën, që deri më sot nuk ka një dokument që të vërtetoj Katowicën, por mund të ketë qenë një model, po jo që është bërë një takim Katowicë, dhe këta nuk mund ta bënin sepse këta kishin ardhur me mision që të ruanin veten, të ruanin ato që i sollën dhe të merrnin pasurinë dhe të mundonin njerëzit duke i fut në halle, sepse njeriu kur e ke të pa lirë dhe të nështruar në varfëri, e sundon shumë o kollaj. Dhe kjo ka ndodhur. Kjo ka ndodhur. Prandaj po them që këta nuk mund të jenë elita ndërgjegjësuese intelektuale, kur thonë fjalën intelektual. Ç'është intelektuali? Përse të përmenda vendet skandinave? Përse të përmenda vendet e zhvilluara? Sepse sa më të lirë ta kesh qytetarin dhe sa me nivel më të lartë jetese, aq më e mirë është jeta e gjithë hapësirës, se ne nuk jetojmë... Ne shifat të jetojmë mirë, se na bezdis, ne duhet të jetojmë mizerje, na të ujnë 85 gradë, na ripet lëkura. Qa keme ne mërë burë? Jo, Kishe rastin në 90-ën që të luftoje, pse ike? Si dhe unë, ma kuptohë. Unë ika si protestë, la ika sepse duhet hikë, sepse... Po ja le vëndin atyre, mërë. Këtu hap diskutim, se shumë njerëz do më hiqë për jashtë tamu. Ja mund mërë që kam ikur, unë kur flasë me ty, flasë me vetë. Po, i ke të drejtë, kjo është pyetje. Pse duhet hikë? Po jo, pse duhet hikëshim? Tu ke një të drejtë, sepse duke hikë pjesa më vitale, pjesa më e re, pjesa që kishte revoltë. Ja le fushën bosh. Ja le fushën bosh këtyre. Po në anën tjetër, po të kishim nejtë, këto i kishin gjithë skandor, këto prapë do të sjellshin këta. Ishte lufta më e ashpër. Më e ashpër. Dhe paktën do merre një pjesë. Do ishte faktor. Do të ishte lufta më e ashpër, jam dakord me ty. Je 35 vjet me vonesë. Prap je të riqesh. Në qoftë se të jepet nesër një post për ministër, do ta pranoje? Jo. Pse? Jo, sepse nuk mendoj që akoma është kriju ajo gjendje në shtetin shqiptar ku... Nuk është komoditet lufta. Në luftë të japin një pozicion, do ta pranosh. Shqipëria është ende në luftë, ka një qëllim. Platformën e 30-s ty në Europë. S'do të mbetesh në histori? Ty në Europë? Nuk jam kryeministri unë që po t'jap post. Nuk e di jam kaq njeri i rëndësishëm dhe kaq i madh që mbete ministri. Po. Je i drejtë.
Ai i ndershëm. Po. Po këta modele duan mu. Por i ndershëm ja po them, por i ndershëm nuk ka njeri që m'gjemu që kanë bo në jo kanë përfitu në jo Dyti mas kë. nga pushtetet politike. Nuk gje njeri që ajo që përmendem, ajo jo, Hermedosit. Nuk gje njeri që unë t'i kem bo keq dikujt ose të Ke atë punët do se ke çik dizavantazh. Pse? Do ishte më mirë tishe. Këte e kam thonë dikur. Pas ka qenë më mirë me u bo spion. Spion për Shqipërinë. Po pra. E atëhershme, Shqipërinë e sotme. Unë të falenderoj shumë Faleminderit, ishte kënaqësi. për energjinë dhe më ka pëlqyer shumë disa gjëra. Mu merr mirë që biseda nuk shkoj në vit lineare, po shkoj në mënyrë abstrakte siç pikturove ti.